trenë në dorë. Ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Shmoto e Billoradit madh, por edhe fokusit mjaft vogël. Në ato pak ditë në vendin tim, ato që më bën përshtypje janë që vendi është më i përçarë se kur midis asaj që quhet e majtë dhe asaj që quhet e djathtë. Niveli i parlamentit thuajse i njëjtë. Rama autokrat, mashtrues, dhe në përcjelljen e vazhduesit të Ramizalis, Fatos Nano, Rama s'kishte asgjë të vërtetë. Të ktheu në diçka politike, atë çast ndaj largimit nga jetët, Fatos Nanos, vazhduesit të Ramizalis dhe paraardhësit të Ramës, vazhdues të Enver Hoxhës, e njëjta parti. Po shikoni njerëzit që shkuan atje, gjysma kanë pasur testrat e partisë punës. Normal, nuk ka asgjë të keq. Në qoftë se Rama do ta kishte votuar Fatos Nanon për president, Nano mund të ishte gjallë. Është edhe një ide që kryeministri duhet varroset tek varrezat e personaliteteve. Thuaj në Shqip, varrezat e dëshmorëve. Unë mbaj mend i vogël që kur kalonin te aty ku sot është Galeria e Arteve kanë qenë 4 varre, Gogo Nushi, Vojo Kushi, më duket Vasil Shanto dhe kush tjetër. Si në Gjurgëri, edhe në vit habi në mes qytetit. I hoqën dhe çuan te varrezat e dëshmorëve. Te varrezat e dëshmorëve, martirët e kombit, si i thonë, janë rreth 839 partizanë të vrarë, por është një parcel me 23 avjetor, me një ushtarak të vrarë mas 90-s, është Azem Hajdari dhe janë të poshkatuarit e bombës të ambasada sovjetike. Në qoftë se do të ishte kjo hapësirë vendi ku të varroseshin dhe personalitete, sepse edhe në kohën e Hoxhës na vinte çudi që Mustafa duhet i thënë, është dhe Vasil Shanto, ndërkohë që ishte Enver Hoxha, ishte Kapo, me gjithë byroja politike aty të varrosin. Nanos do të kishte shans të shkonte atje. Por është pa kuptim që figurat mëdha nacionaliste nga balli kombëtar, nga legaliteti, nuk kanë parcelën e tyre. Ju mund të thoni që ç'po thua, që është ky sakrilegj. Natyrisht që e majta komunistët drejtojnë akoma, por në Gettysburg, ku është betejë më e madhe e luftës civile, unë kam parë. Janë varret e fitimtarëve, po janë edhe varret e humbësve që luftonin për të mbrojtur skllavërinë. Kanë emrat. Lepenica, figurat më të ballit kombëtar që luftuan kundër Italisë fashiste, ndërkohë që Hoxha ishte me vinin e Stalinit, që ishin aleat me nazistët. Ato nuk janë. Në qoftë se duam bëjmë një paralele me Amerikën, nuk ka varrezat dëshmorës. Janë ato të Arlingtonit, ku janë të rënët e vrarë. Dhe ne nuk e kemi një gjë të tillë, sepse ne përjashtojmë gjysmat. Respektojmë anglezët, respektojmë gjermanë, po jo tanët. Dhe kjo është nonsens. Që një kryeministër është pjesë e historisë së vendit, qoftë edhe i papërgjegjshëm siç ishte Nano, dhe pa jo shumë vlera, mund të ketë një protokoll për të nderuar. Tek pallati mbretëror që ende e thon pallati i brigadave, nuk do të kishte asgjë të keqe që të ishte një parcel me ish president, me ish kryeministra, mbas edhe me figura të artit. Nuk e kemi këtë traditë. Në përgjithësi, në botë të krishterët varrosen te varrezat e kishës, muslimanët tek varrezat e xhamisë. Kjo na ka hikur. Dhe thuani troç, Nano duhet ishte te varrezat e dëshmorëve, sepse i asaj partie është. Dhe nuk do thoshte askush asgjë, por do të pretendonin të tjerë, do donte Bashkim Fino, do donin Tavlan Valla, më vonë Erion Veliaj, çdo gjë zgjidhet me protokoll. Në Amerikë presidenti ka librarinë e tij, Bush është në Texas, Nixon është në Kalifornia, Jimmy Carter është në Georgia. Por kam frikë se kombi nuk ka respekt ndaj
atë qëndron në jetë ndaj të vdekurit, ndaj nanos, pati edhe sharje, nuk jam për këtë, kur s'ket gjë thosh pozitive hesht, siç është edhe unë. Por dhe për të kaluar në çfaqje si bëri Nama. Kur ne dim që Zoti Nama ka thënë troç, e gjeta poshtë urave me thonjë të paprerë, duke shitur ikonat e vjetra. Më ka kërcënuar me jetë, sepse Rama mbështetet në krim, kaq mjafton. Deklarata tjetër e turpshme që Beogradi, kryeqyteti i Kosovës, të djeg si politikan, ose çdo njeri e ka një bab kur shpytet për Enver Hoxhën, nuk e ndron dot. Natyrisht ishte qytetar, po këtu flasim për kryeministër, për shtetar. Me sa di unë 97-98 kur ai ka qenë kryeminist, nga ditët më të errta, më të zeza të Shqipërisë, në çdo aspekt. Personi ngriti korrupsionin art. Por një figurë e tillë duhet të vlerësohet nga njerëzit e partisë vet, nga familja e tij. Unë personalisht si mbështetës edhe shqiptar, do doja të respektoja çdo kryeministër të vendit tim, se fundit është votuar nga më shumë se gjysma e vendit. Duhet të ketë një histori për gjërat që kanë vlerë në histori, jo thjesht me marrë rastin e një dikush që iku nga jeta. Sepse ne kemi ende emra rrugës Jeanne d'Arc, Komuna e Parisit pas një lidhje me Jakobinët. Kemi emra rrugës që mund të cilësosh dhe terrorist, që kanë vrarë nga 39-44, por ka pastaj është kaluar në një emra pa lidhje fare në rrugët e Tiranës. Historia duhet respektuar. Natyrisht të gjendet një e mesme, e përpjeshme, pa përbuzur, pa sharë, dhe për të krijuar një traditë respekti, sepse tani një pjesë e madhe shqiptarës kanë jetuar në përballë dhe e din se si respektohet dikush. Por i thuan edhe krimet, edhe dëmet që ka bërë ndaj vendit ndaj shoqërisë. Shreale. Hipokrizia është gjë më e keqe. Rama shfrytëzoi politikisht, por ata që shkuan atje ishte si një lloj karshilliku ndaj tij. Që ne jemi këtu, pjesa e PS-s vërtet. Më kam idenë që tek ceremonia e Din Zhegës kishte 5 herë më shumë njerëz se Kenanës. Natyrisht që Zhega është një figurë që sportive, por deputet i PS-s ka qenë. Dhe njerëzit që lën diçka të mirë, respektohen. Unë dyshoj se Ramës do të shkojnë kaq njerëz sa Nanës. Pra, edhe pse politikisht kishte vdekur mbi 20 vjet, përsëri ka një pjesë të madhe që e duan. Një pjesë të madhe të asaj partie të punës, jo se ai themeloi Partinë Socialiste, është një ndrim emri dhe nuk kishte si të ishte PS-ja njësoj si PPSH-ja. Por po të shikosh se cilët janë në parlament, unë nuk shikoj një ndryshim të madh nga koha e deputetëve pa vlerat asaj kohe, ose antarët byros politike, që shikosh kryesin, ministrat, që nuk kanë. Fundit të gënjen. E thash që dje më bëri përshtypje tek vila e pallatit Mehmet Shehu, shkova për të bërë një foto, ishte një ushtar garde që nuk më njite, normal, mund ishte profesional. Dhe u befasova që par statuet e Stalinit dhe Leninit. Elon Braçe më tha që ky i ka vënë për të ndjellur turistët. Mua më bën kjo, i kanë ruajtur, nuk i kanë shkrirë, sepse i duan. Unë nuk kam thënë, këta thonë jemi me NATO, por në zemër janë varshavian, pra në traktatit e Varshavës. Mund ta heqësh fshatarin nga fshati, po fshatin se heq kur nga fshatari. Kështu është dhe me këta. Nuk ikën Stalini, nuk ikën Lenini, kanë shpirt. Shumë pyesin që kur do bërë qeveri, janë dhe të majtë, dhe duan largimin e Nanës. Natyrisht që Amerika është vend i madh. Natyrisht që Amerika nuk do korrupsion dhe për mua Nano, ky Rama ka përfunduar, por janë shqiptarë që vendosin.
me revolt, me protesta, mund bëhet gjithçka. Unë shikoj që shumica janë kundër, nuk e dua, është arrogant, prepotent, i konsumuar. Do të dëshiroja shumë që në qoftë se do të bënte gjëra pozitive për vendin tim, edhe unë do të paranoja. Nuk shikoj. Kudo që kemi arritur diçka është thjesht privati. Dhe ofendimeve i madhe, ato kullat e shëmtuara, mbinë si kërpudha, të diskutuara me pronar nga të tre krahët, që duken haptas, janë pastrim parash. Të haptas. Por i dërguari i Rubios i u tha përfaqësuesit të PD-s në takim, dim çdo gjë për korrupsionin e madh, dim çdo gjë për vjedhjen e zgjedhjeve. Por është proces, është maraton, nuk është sprint. Casey duhet ditur të ndërtohet. Unë e kuptoj që parlamenti ynë nuk është akademi e shkencave që të jenë PhD e profesora, por dhe me këtë nivel që është i papranueshëm. Të thuash që s'ka njerëz, as këtë se pranoj. Janë me mira shqiptarë që kanë studiuar kudo. Dhe brezëri është shumë përpara nesh. Brez tjetër informacione, brez tjetër mentalitet. Bisedova gjatë me Belin Kılliçin djalosh, djalë i ri. Dhe ishim me një deputet 70 vjeçar të PD-s, nga krehet e PD-s në jug. Dhe tha, ne ishim sa ty në të mosh. Merrni situatën dorë. 35 vjeçarët. Keni plus të madh nga ne, keni energji. Na dëgjuat për ndonjë gjë? Mirë, s'na dëgjuat, s'ka gjë. Thjesht shikoni, dëgjoni. Ato që unë bëj me pasion, dhe do të vazhdoj të bëj. Natyrisht që kam kanalin tim në YouTube, më ndiqni këtu. Mund të vazhdoj një bashkëpunim me Euronews, që më duket kanal serioz, jo me kanale tjera. Është fakt që kanalet televizive thuajse 75 janë të falimentuara në Shqipëri. Financohen nga para zeza, të turpshme, nga ish drejtues, hajtut, të lidhur me firma piramidale, të lidhur me Greqinë, ndaj të cilave s'pak du të hap hetime. Dhe unë do të isha dakord për këtë.